Çfarë ne kemi konsumuar këtu dhe këtë duhet mendojmë, këtë duhet kujtojmë që në vetvete është mendimi dhe mbi të gjitha të qenurit i lirë dhe prandaj e konsideroj veten të lirë, jo nga të gjithë zinxhirët. Patjetër që kam dhe unë ato gjëra të cilat më mbajnë peng si rrjedhoj e lidhjes shoqërore, socioekonomike, politike, edhe të gjitha tjera, institucionale që kemi ne në marrëdhëniet e përditshmërisë, është e pashmangshme që të mos jemi në disa indirekt zinxhir, por jam e lirë, sepse jam e lirë në mendim. Faleminderit shumë. Çka është më e vështirë për ty? Të edukosh një mendje, si profesoresh, të prekesh zemrat, si poete, si shkrimtare, apo ti sfidosh politikat, institucionet, si analiste politike? Dhe pyetje e mirë, por nuk do doja t'i vendosja në rend hierarkik, po me që po ma ndërton pyetjen në këtë formë, të thoya që të edukosh një mendje. Është një nga përgjegjësitë më të mëdha. Sepse ne formsojmë brezat, dhe brezat e rinj sot gjithmonë më shumë me globalizmin, me teknologjinë, me varësinë që po ndërtohet nga teknologjia tek brezat e rinj, po bëhet gjithmonë më shumë që ne të edukojmë mendje të pavarura dhe mendje të inspiruara. Cilën e përjeton më të vështirë, më sfiduese? Unë si më sfiduese përjetoj në edukimin e mendjeve. Edukimin e mendjeve. Patjetër, është misioni im më sfidues, por në të njëjtën kohë dhe më i bukur, impakti dhe ndikimi tek brezat e rinj që unë të mbetem në mendjet e tyre. Ishim në një Erasmus, duke qenë se merrem me programet e shkëmbimit Erasmus+, ishim në një Erasmus dhe bashkë me vajzat që ishin pjesë e programit shkëmbimit, më thanë Zysha, ju kishte kaluar 2 vite që kur kishim bërë mësim bashkë, dhe më thanë Zysha, kemi mbajtur shënim një thënie tënde që nuk e harrojmë. Dashuria është interes ndjesor. Unë e kisha thënë këtë në leksion në mënyrë krejt shpenguar, që do thotë çdo relacion jetën tonë është interes në vetvete, do thonë jo interes ekonomik, flasim interes ndërlidhjesh, po dhe dashuria në vetvete është interes ndjesor. Për aq kohë sa nuk ka ndjenja, aty mbaron dhe konsumimi i gjës. Dhe kjo ishte një gjë shumë e bukur sepse të dhënit studentëve jo vetëm leksionet që ne duam t'i japim, por dhe leksione jete. Për t'i bërë ata të reflektojnë, të zgjojnë mendimin kritik, të jenë më selektiv në informacionin që ata marrin, dhe mbi të gjitha të përballojnë sfidën e teknologjisë sot. Sepse sot mendja e të rinjve është shumë e lidhur me të mbajturit e një celulari, asaj Black Mirror, që kemi parë dhe serialin e famshëm. Të mbajtur një ekran të zi gjatë gjithë kohës në dorë, dhe kjo ata i ka prerë iniciativën, i ka bërë gati të ngurtë, ndaj dhe unë i ftoj në mënyrë të vazhdueshme në evente, në takime, etj që të zgjohet ky model i pjesëmarrjes. Dhe duke qenë pjesëmarrës, ty në vetvetiu të zgjohet iniciativa për të ndërmarrë hapa, për të ndërmarrë iniciativa dhe për të mos thënë që në këtë vend nuk jetohet. Sepse ka shumë oportunitete, qoftë për Shqipërinë dhe Kosovën, të rinjt kanë mundësi pafund, por nuk duan t'i eksplorojnë mundësitë. Dhe me këtë do të bëhet ky vend nëse të gjithë zgjedhin të largohen. Pra ne duhet i mbajmë këtu, dhe kjo është sfida më e madhe. Pra ne duhet jemi model frymëzimi, që ata të qëndrojnë edhe të bëjnë vendin e tyre. Faleminderit shumë Arseta. Do të çojmë tani një lec. Ju dhe djali juaj. Po, Priami. Priami është patjetër është qenia më jashtëzakonshme e jetës time, është personi më i rëndësishëm si çdo prind. Ne e dim që fëmia është pjesë e shpirtit. Ne nuk shkëputemi kurrë nga fëmia derisa mbyllim syt. Dhe në libër e them dashuria ime flijuese, sepse nëna ka dashuri flijuese për fëmin. Do të thonë një nën, patjetër dhe një baba, por flas si nën, pozicion